Dua të martohem thot pa darsëm dhe pa hoq. A është e lejuar kjo gjë? Po. Nëse e bën qah kuror, nuk darsmi është sunnet. Është e preferuar, është mustahab e livdueshme, por darsmja nuk është obligueshme. Me momentin që ta bën për hajri prindi vajzën dhe janë dy dëshmitar aty, të dhonëri, dy dëshmitar, edhe baba i qikës, vajza, qika, nuk është shumë e rëndësia e punë, ta bën ai për hajri, dëshmojnë dëshmitarët, e cakton ti mehrin me çat gru, me çat çik, me çat vajzë, tashmë gruaja jote, për atë moment, dashmë çat më një herë për dorë hop ngjarë të shtëpia, dash nesërmen, dash mas nesërmen, dash bën darsëm, dash mos bë, nuk e ke obligim, ai është jotja. Me bë darsëm është mustahab thashë sevap, pejgamberi ka thënë auli wala bishatin, bani një drek një darkë qofte me një dele. Ka pas për qëllim mënyrë figurative, bën një drek sa do pak vogël, njerëz me çata kat që ke, me çato mundësi që ke, dhe tregoj njerëzve se unë jam martuar ju njerëz, ju thira ke drek dhe ke darkë se unë jam martuar tash. Por obligim nuk është, po.